Nëse Turqia do të hynte drejt për drejt në luftë me Iranin, bota do të përballej me një nga përballjet më të mëdha ushtarake në lindjen e mesme në dekadat e fundit. Nuk do të ishte thjesht një konflikt rajonal, por një krizë që mund të ndikojë në balancën globale të fuqisë, në tregtinë ndërkombëtare dhe në ekonominë e shumë vendeve. Në planin ushtarak, Turqia konsiderohet një nga fuqitë më të mëdha ushtarake në rajon. Ajo ka një ushtri shumë të madhe dhe të disiplinuar, me qindra mira ushtar aktiv dhe me një sistem komandimi të integruar me strukturat e NATO-s. Ushtria turke është ndër më të përgatiturat në rajon për operacione moderne dhe për luftë konvencionale me teknologji të avancuar. Një nga avantazhet më të mëdha të Turqisë është industria e saj ushtarake. Në vitet e fundit, Turqia ka zhvilluar një nga flotat më të avancuara të dronëve në botë. Dronë si ata të prodhuar nga Baykar janë përdorur në disa konflikte dhe kanë treguar aftësi të mëdha për zbulim dhe goditje precize. Këta dronë mund të identifikojnë objektiva nga distanca të mëdha dhe të godasin me saktësi bazat, radarët dhe pajisjet ushtarake të kundërshtarit. Turqia ka zhvilluar edhe sisteme të avancuara të luftës elektronike. Një nga më të njohurit është sistemi Coral, i cili është projektuar për të bllokuar radarët dhe për të neutralizuar pajisjet elektronike të armikut. Sistemet të tilla mund të çaktivizojnë komunikimet, radarët dhe sistemet e mbrojtjes ajrore të kundërshtarit, duke i dhënë një avantazh të madh forcave që sulmojnë. Nga ana tjetër, Irani nuk është një kundërshtar i lehtë. Ai ka ndërtuar për dekada një arsenal të madh raketash balistike dhe dronësh, si në një sistem të gjerë mbrojtjeje të bazuar në luftë asimetrike. Kjo do të thotë se në vend që të përballet drejt për drejt me ushtri më të forta, Irani shpesh përdor taktika që zgjasin konfliktin dhe e bëjnë atë shumë të kushtueshëm për kundërshtarin. Nëse një luftë do të shpërthente mes këtyre dy vendeve, faza e parë me shumë gjas do të ishte një valë e madhe sulmesh ajrore dhe raketore. Turqia do të përpiqej të fitonte epërsi në ajër, duke përdorur avionët e saj luftarak, dronët dhe sistemet e luftës elektronike, për të neutralizuar mbrojtjen ajrore dhe bazat raketore iraniane. Irani do të kundërpërgjigjej me raketa dhe dronë për të goditur bazat ushtarake dhe infrastrukturën kritike. Megjithatë, rreziku më i madh nuk do të ishte vetëm përballja mes këtyre dy vendeve. Turqia është antare e NATO-s dhe çdo përshkallëzim i madh mund të përfshijë edhe faktorë ndërkombëtar. Kjo do ta transformonte konfliktin nga një luftë rajonale në një krizë shumë më të gjerë. Pasojat ekonomike do të ndiheshin menjëherë në gjithë botën. Turqia ka një ushtri të fortë, teknologji moderne, dronë të avancuar dhe sisteme që mund të neutralizojnë pajisjet elektronike të kundërshtarit. Por, Irani ka përvojë në konflikte të gjata dhe një arsenal të madh raketash. Kjo do të thotë se një konflikt i tillë mund të mos përfundonte shpejt dhe do të kishte pasoja të mëdha jo vetëm për dy vendet, por për gjithë botën. Rajoni ku ndodhen Turqia dhe Irani është shumë i rëndësishëm për tregtinë globale dhe për rrugët energjetike. Një luftë e madhe do të rrezikonte transportin e naftës dhe gazit dhe do të rriste çmimet e energjisë në shumë vende. Kjo do të thotë se edhe qytetarët në Evropë dhe në pjesë të tjera të botës do ta ndjenin këtë konflikt përmes rritjes së çmimeve të karburantit, transportit dhe ushqimeve. Në fund, një luftë mes Turqisë dhe Iranit do të ishte shumë e rrezikshme për gjithë rajonin.